Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditi jemi në studion e emisionit me zemër të hapur. Në këtë atmosferë të muajit mars, jemi pikërisht tek problemet në arsimin shqiptar. Dhe do ndalojmë tek ngjarja e rëndë që ka ndodhur në gjimnazin Sulejman Delvina, ku mbetet i plagosur një 17 vjeçar, çfarë çoi edhe në protestën e nxënësve përpara komisariatit të policisë në qytetin e Sarandës për kërkuar drejtësi për shokun e tyre. Por më shumë, ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit me zemër të hapur Anila Akmataj dhe si gjithmonë, redaksia e emisionit ton ka komunikuar me prindrit e të dy nxënësve, edhe të 17 vjeçarit, edhe të 15 vjeçarit të plagosur, ndërkohë që babai i autorit nuk ka pranuar të bëhet pjesë e emisionit, paktën deri në këto momente ka shprehur indinjatën e tij pasi në media ditën e premte është treguar që babai në fakt i 15 vjeçarit i autorit ka futur dorën në xhep për të treguar parat, gjë që zotëria duhet jem transparente në komunikim me mua dhe me redaksinë e emisionit, e ka mohuar këtë gjë, madje thotë do ta ndjek në rrugë ligjore të gjitha portalet dhe mediat që kanë abuzuar, duke qenë se unë kam qenë i pranishëm në atë protest, së bashku edhe me pjesëtar të shkollës, mësues edhe drejtorin, por edhe pjesën tjetër dhe as pak nuk ka qenë qëllimi im për treguar xhepin e mbushur me para, dhe këtë duhet ta theksoj, por shpresoj që ai sot t'i përgjigjet këtij transmetimi, pasi për redaksinë e emisionit me zemër të hapur ka folur babai i plagosurit, i 17 vjeçarit. Për më shumë, ndiqni materialin e kolegës dhe rikthehemi më njëherë në studio. Ditën e sotme në studion e emisionit me zemër të hapur do të trajtohet ngjarja e rëndë që tronditi qytetin e Delvinës dhe ngriti shqetësime serioze për sigurinë në shkolla. Një konflikt mes nxënësve të gjimnazit Sulejman Delvina përfundoi me plagosjen e një 17 vjeçari. Sipas informacioneve, sherrri mes dy bashkëmoshatarëve ka nisur fillimisht brenda ambienteve të shkollës, pas një përplasje mes tyre dhe më pas ka vijuar jashtë saj. Situata është përshkallëzuar deri në përdorimin e një mjeti të mpret, ku njëri prej të rinjve dyshohet se ka goditur disa herë në shpatull bashkëmoshatarin e tij. I plagosuri ishte transportuar menjëherë në spital dhe fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Pas ngjarjes, nxënësit e shkollës dolën në protestë përpara komisariatit të policisë në Delvin, duke kërkuar transparencë dhe drejtësi për shokun e tyre. Protesta u shoqërua edhe me tensione pasi në një moment pati përplasje verbale me babain e autorit të dyshuar, ndërkohë që nxënësit akuzuan institucionet se po përpiqen ta minimizojnë ngjarjen, duke pretenduar se plagosja është shkaktuar me një gozhë dhe jo me thik. Ngjarja ka shkaktuar reagime të forta në qytet dhe ka rikthyer në vëmendje problematikën e sigurisë në shkolla, përgjegjësinë e institucioneve dhe nevojën për reagim të menjëhershëm. Për herë të parë thyen heshtjen babai i 17 vjeçarit të plagosur. Ndiqni rrëfimin. Përpara se dëgjojmë edhe komunikimin që kam pasur me babain e të plagosurit 17 vjeçar, ai tregon jo vetëm detaje në fakt të kësaj ngjarje tepër të rëndë, por njëkohësisht bën dhe apel për gjithë prindrit, ndoshta drejt për së drejti edhe për prindrit e 15 vjeçarit që la të plagosur djalin e tij. Me mua në studio për ta diskutuar këtë ngjarje të rëndë, Sara Demrozi, avokatja jon, përshëndetje, mirë se erdhe. Faleminderit. Në krahun tënd Eksena Qirici, psikologja jon, përshëndetje Eksen, mirë se erdhe. Në fakt edhe puna jote e përditshme lidhet me brezin e ri, në fakt ndoshta pak më të mëdhenj se sa mosha 18 vjeçare, por do kuptojmë si një 17 vjeçar përfundoi në fakt viktim e plagosjes së një 15 vjeçari. Çfarë ka ndodhur fillimisht në ambientet e shkollës që më pas është shoqëruar edhe jashtë ambienteve të saj. Fillimisht si e ke ndjekur ti këtë çështje, duke qenë se jemi në këtë atmosferën e 8 marsit, ku 7 dhe 8 i përkasin mësuesit edhe gruas, por njëkohësisht duhet flasim pak edhe për problemet në arsimin shqiptar, pavarësisht gjithë respektit që ne kemi për mësuesit tanë. Sigurisht kur flasim nuk kemi qëllim për të ulur respektin, por për ta parë problemin në sy. Dhe është në fakt një nga problemet që më shqetëson, duke qenë shpesh edhe në prani të miturve, teoria e të fortit
për kufizimi i sjelljeve problematike që tregon shkolla, dhe fakti që fëmijët të cilët nuk e përqasin të fortin, pra figurën e djalit të fort, dhe godasin djemt të cilët janë më të urtë, që nuk e duan dhunën, që nuk e duan reagimin, është një nga gjërat që më shqetëson profesionalisht, sepse me sa shoh arsimit po i del jashtë funksionit, menaxhimi i rasteve në mënyrë efektive dhe sigurisht humbja e komunikimit me familjen ka bërë që të bëhet më e vështirë. Dhe e shoh në fakt tepër sfiduese profesionalisht këtë teorinë e të fortvit apo sjellje problematike që ndodhin në ambientet e shkollës dhe pastaj marrin formë jashtë. Dhe tendenca e shkollës është që ta nxjerrim jashtë, të mos na ndodhi ngjarja, pra e kuptojnë, dhe fakti që mjaftohen dhe kuptojnë që puna e tyre është thjesht një fjali, pra i folëm të dyja palëve dhe u kuptuan, kjo nuk është metoda që tashmë përjep rezultate. Pra, ne po themi që po rrisim një brez të ri të dhunshëm, por unë shikoj në mënyrë paqësore se si janë ngritur në këtë protest bashkëmoshatarët e 17 vjeçarit për shkuar drejt rajonit policisë edhe për të kërkuar drejtësi për shokun e tyre. Kjo do të thotë që këta të rinj pra i thonë stop dhunës dhe pro drejtësisë për shokun. Ndërkohë, përmend pak menaxhimin brenda ambienteve të shkollës, mund të kemi mësues të mirë, të aftë dhe të përgatitur, por nuk janë të zotët për të menaxhuar ndoshta të gjitha problematikat, por edhe për të njohur pak, sepse përpara viteve 90 pedagogjia e mësuesve ka pasur një lloj, ata bënin edhe psikologjinë, në lëndën e pedagogjisë bënin edhe psikologjinë për të njohur botën e brendshme të nxënësit të tyre, gjë që po duket shumë sipërfaqësore sot. Sot, në fakt, çdo fëmijë shfaq specifika, qoftë në raport me sjelljen, qoftë në raport me emocionet, por edhe në raport me familjen. Dhe për këtë shoh që mësuesve po u del jashtë kontrollit, jo sepse ata nuk duan, por sepse nuk munden. Shoh një vënie gishti ndaj mësuesve, ndaj shkollës, që ju e keni fajin, ju jeni të paaftë, dhe kjo më duket edhe më e papërgjegjshme në menaxhimin e rastet. Pra, një shoqëri e cila sot po krijon probleme të natyrave të ndryshme, të cilat në ambientet e shkollës gjithmonë më shumë reflektohen, nuk mund të themi dot që fajin e ka shkolla, për diçka që mund të krijohet në familje, për diçka që mund të krijohet në shoqëri, por që e manifestojnë në ambientet e shkollës. Pa nuk mund të themi dot shkollës që ti e ke fajin, sepse unë kam qenë vetë e pranishme në ambiente të ndryshme në shkolle dhe po të hysh në një klasë e sheh që është shumë e vështirë për nga specifika e klasës që të tregohesh i qetë, i durueshëm, të shpjegosh mësim, ka gjëra që sot po na çedojnë shumë. Mirë, unë dua ta prek pak edhe me avokaten, me Sarën. Sara, edhe nga studio juaj ligjore të doja të dija, kemi rritje të rasteve të dhunës mes adoleshentëve? Që nga viti 2025 është rritur indeksi i rasteve të tilla. Fatkeqësisht konfliktet kanë lindur gjithmonë midis shokëve që kanë pasur mospërputhje në komunikim dhe pastaj konflikti ka përshkallëzuar në një dhunë fizike. Sigurisht që është gjithmonë një gjë negative kur sheh njerëz të mitur që nuk arrin dot të krijojë një komunikim midis njëri tjetrit dhe është krijuar kjo kulturë që çdo gjë do zgjidhet me dhunë dhe krahasojnë dhunën fizike me një farlloj burrnie toksike që nuk ka lidhje me të. Fatkeqësisht të gjitha këto problemet nisin gjithmonë nga shtëpia dhe nga mënyra se si janë edukuar fëmijët. Unë shpresoj dhe ju uroj të gjithë prindërve që të jenë shumë më të kujdesshëm kundrejt fëmijëve tyre, sidomos për sa i përket meshkujve, sepse ata janë më konfliktual fizikisht, ndërsa për vajzat të kenë më kujdes Unë do të thoya që shtuar edhe numri i vajzave të cilat përleshen adoleshente. Mund të mos arrin deri në përdorimin e mjeteve të më shumë janë për sa i përket lidhjeve emocionale, pra dashuriçkat siç i quajmë, edhe fatkeqësisht përleshen për një mashkull. Këto janë përleshjet e femrave. Është për shkak të bullizmit, mendoj unë. Bullizmi ka rritur për shkak të teknologjisë. Pra, duke qenë se bota tani është më teknologjike edhe fëmijët jetojnë më shumë online se sa në botën reale,
Aty shumica konflikteve edhe shantazheve nisin, sidomos përsa i përket vajzave që shantazhohen nga një mashkull me të cilin kanë dalë apo janë shoqëruar dhe fillojnë këta dhe kemi pas konflikte edhe të tjera që kanë përshkazuar penalisht. Mirë, thash jemi në muajin mars të 2026 dhe ne nuk e dim, por shpresoj që 2026 të mos ketë ato statistika të 2025-s që ti përmende pak më përpara, Sara. Më thej që ka një rritje në 2025-ën të konflikteve mes adoleshentëve. Por nuk mund të lëm pas edhe 2024 me ngjarjen që në fakt në nëntor të atij viti kulmoi me vrasjen e Martin Canit. Duhet theksuar dhe një vit më parë ka ndodhur edhe ngjarja e një tjetër adoleshenti në Gramsh, babain e të cilit e kemi pasur drejt për së drejti në këtë studio ekskluzivisht. Ky është një konsolidim i shoqërisë që po normalizohet avash avash. Jo të fataliteteve në fakt. Unë po flas për rritjen e indeksit, për numrin e për konflikteve, ndërsa çfarë përmendet ti janë rastet më ekstreme që ne urojmë mos të ndodhin kurrë, që të parandalohet gjithmonë më përpara rasti i konfliktit dhe sot do të diskutojmë Mos harrojmë edhe rastin e adoleshentit në Durrës, babai i të cilit përpara se të ndronte jetë i biri, ka dhënë një intervistë ekskluzive për studion e emisionit Me zemër të hapur. Po ekskluzivisht ditën e sotme kemi babain e një 17 vjeçari nga gjimnazi Sulejman Delvina në Delvin. Është një ngjarje që është zhvilluar javën e kaluar, por që ka kulmuar në fakt ditën e premte me një protestë të bashkëmoshatarëve të 17 vjeçarit përpara ambienteve të komisariatit të policisë për të kërkuar drejtësi për bashkëmoshatarin e tyre. Po si e ka përjetuar një prind dhe kush kanë qenë arsyet që kanë çuar deri në konfliktin e të birit, që fillimisht sipas tij ka nisur në ambientet e shkollës dhe më pas ka dalë jashtë ambienteve të shkollës. Ndjekim intervistën e zhvilluar pak orë përpara se të hynim në transmetimin e sotëm dhe rikthehemi në studio. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Mirë ju. Mirë, faleminderit. Si është djali? Djali ja i kushot për vizit prape. Çfarë thon mjekët? Po mjekët e ka quar ndesa, e ka quar vazhdevllaj se ne jemi të me lektorie edhe. Edhe e ka quar në spital tani për një situa. Po në momentet e para mjekët për plagën çfarë than? Nuk dëgjova? Mjekët për plagën çfarë than në momentet e para kur ndodhi ngjarja? Mjekët e panë, mjekuan, nuk ka rrezik, sa. E kuptoj. Ka çmime të mëdha, është futsel një sik, nuk e di të sa, që ka, nuk e di çka shkruaj ai mjeku ligjor. E kuptoj. Se çka shkruaj mjeku ligjor. Po që qenë 4 sika. E kuptoj. Po çfarë kishte ndodhur, ju tregoi djali? Djali po si më tregoi, qenë në banjë më tha, edhe në banjë të shkollës, edhe kia qëlloj me shelma, doli jashtë, edhe jo, qenë brenda në banjë dhe kur e qëlloj me shelma, dale se jam në banjë, pushej, sa. Po. Edhe ki, ashtu se gju atje, i tha që do të ashtu, po dale mu se unë nuk të bëragjej, sa djali, nuk të bëragjej, sa. Po të kam faj, sa të kërkoj falje, sa. Po. Edhe, lalë me haj që edhe drejtori atje nuk e di se në bë, që edhe drejtori dhe ki mori një orë leje na, më thimi se ki imi është 17 vjetë që është në vizita, i më gjanë se është në vitë parë. Po. Edhe doli, mori leje për në shkolla dhe iku vajti në shpi, kur doli jashtë kishë vën një tjetër, një shok, nuk e di, kishë vën një shok edhe i sa që të do filani, i sa. Po. Edhe dhe djali atje, po kishë dhe një shok tjetër djali, kishë një shok atje që i kishë nuk e di, që i kishë që të do filani. Po. Edhe kishë marrë thikën në shpi, një thikë të madhe sot djali, sa një bajonet sot djali, edhe nuk e pa e madhe në mbra pa thikën. E kuptoj. Një thikë me sus. Po. Edhe u njësë për të quar djali, në momentë për të si shoku i djali, edhe
i del përpara që ta pengonte që ti hiqte fikën, ti mate fikën. Po. Në moment që e marrë që ti ashtu se fikën, i pre dorën ati djali tjetër. Merë një gur djali im, që të lëshon të fikën, që edhe e qëllon, por nuk e zuri guri, thot. E kuptoj. Edhe i nise djali që ta qëlloj në thëmër direkt në 4 majtë për para. Djali kësem shpatullat, që mos sa qëllot e për para dhe ka qëlluar 4 herë. E kuptoj. Rjesht. Kuptoj. 4 herë me një herë. Në punë sekondash. Dhe ka që iku në spital, atje u pengua dhe djali iku, e merë një djali tjetër e tonë në spital, e mi e kojën në Delvin, shumë i mirë doktori Delvinës, doktori Papar, po a i na që nuk ishe i sigur se mund të që qëpimi i madh, edhe qoj për në Sarand për më specializim. Për në Sarand. Në Sarand e bajtë që në ora 2 deri në orën 8 më janë kaqë që, po që në si ka 8-9 erdi në spi djali. E kuptoj. Dhe erdi në spi ka që mjekuan atjerë. Dhe ka disa plagë, thoni ju, apo jo? 4 thika. 4 thika, e kuptoj. 4 thika. Jo peron. Po, e kuptoj. Ju e njini autorin ose familjen e autorit, djali tjetër? Unë autorin që e qëlloj djali nuk e njo. As të jatin, po vajnë e këti, dëgjajnë e këti djali të e njo. E njini. Erdhen ato për t'ju komunikuar diçka? Po, erdhen në shtëpi. Ju kanë kërkuar falje, besoj? Po, ha tjetër. Ju kanë kërkuar falje, e kuptoj. Kërkuar falje, bile dhe në spital, vajti kretari bashkis, me një tjetër në bashkia, që unë e një e kam patë shokë, e kam mikë. Ato, është Blerim Kullaj, vanë në spitale, vanë e panë djali, se unë nuk dhja gjënë për djali njerë, se unë isha me plektorie dhe më ka marrë vajta që të shkohë në Vlorë. Më mori ngonë që Vionisin e kanë shpuar, më thamë, në fik, në shkollë, më thamë. Kjo që e gjitha. Me gjitha të incidenti nuk është bërë në shkollë, incidenti i parë në tualet është bërë në shkollë, pastaj pjesa tjetër është bërë jashtë shkollë, apo jo? Nisja filloj në shkollë dhe pastaj jashtë ambientit atje në periferisë dhe ai shtëpinë, siç më kanë thënë, ka afër shkollës. E kuptoj. Vajti mori fikën. Po për protestën e nxënësve ditën e premte? Për protestën nuk e kuptova që u ngritën fëmijë. Po, që u ngritën fëmijë. Po. Nuk as i organizova u as. E kuptoj. U ngritën që kjo gjë mos ndodh në përshkolla. E kuptoj. Se këtë që pësoj djali, nëse dhe do ta pësoj dhe një fëmijë tjetër. E kuptoj. Po qëndrimi i shkollës ka shi këti incidenti? Erdi dhe drejtori dje, erdi në shtëpi me dimësuset, që drejtori dhe dimësuset, edhe roja që është e shkolla. E kuptoj. Erdi në shtëpi dje. Unë nuk isha se mund si ishte të me plektori. E kuptoj. Ishte gruaja, ishte plaka ime. E kuptoj. Dhe sot ka vajtur për kontroll edhe besoj se do keni një qartësi kur të vinë në shtëpi se si është gjendja, çfarë thon mjekët. Ka vajtur për kontroll për djalin dhe kërkojën psikologët e nuk e di se që janë këto në atë bashkisë e kërkonte që se po vide i ati djalit. Po. Edhe që të sot mendimin e tij dhe ai të thoshë edhe mendimin tim në bashkia ta. E kuptoj. Megjithatë, si ka qenë gjendja e djalit, përveç shëndetësore, thikat, plagët? Gjendja shëndetësore e djalit, ai qafën e zerkut e mashtrëmbër. Na dhëmje që kanë, shpresoj se mos nuk i ka dëmtuar gjë, se do më kishin thënë dhe doktora. Po kështu emocionalisht, si e ka përjetuar vetë ai? Është i friksuar? Po i ka përjetuar ajo që dramatike, se gjë të qëlloj tjetri, edhe mos e ka kuptuar që... E qartë. Ke një mesazh për gjithë prindrit që mos përsëritet e njëjta situatë? Çfarë duhet bëjnë prindrit sot me fëmijët? Mos përsëritet në përshkolla kjo gjë. Dhe unë, ai erdhi kërkoj falje, po që drejtësia po ka drejtësi në të vend, të vendosë drejtësia, unë nuk kam... Po prindrit që të mire me edukimin, tani dhe prindrit nuk përmetimin tim,
ai ati dhe ima ka qenë në punë. Po. E ti dhe ai se që bënte djali, po që edhe në qikë fajnë sonë se kanë 5 lek, nuk e di, Po. edhe e kanë mësuar me të përkëllelur, e kanë mësuar me para, edhe ai nuk llogarit njeri, Po. se paraja të prish. E kuptoj. Ai, për mendimin tim, duhet të mirë me edukimin e fëmijës, se ai e kishte në shkollë në Sarand, edhe andej nuk e mbajtë në Sarand, siç kam dëgjuar, E kuptoj. nuk e mbajtë në Sarand dhe prunë në Delvin. E kuptoj. Pra duhet i përkushtojnë më shumë fëmijës edhe duke lënë pak nga puna e tyre përditshme. Unë të falenderoj. Faleminderit shumë. Gjithashtu, Të shkuara djalit. Mbas hapësirës së parë publicitare, një pjesë e parë ku keni dëgjuar dëshminë e babait të 17 vjeçarit që u plagos pak ditë më parë në gjimnazin Sulejman Delvina dhe lidhemi drejt për së drejti përsëri me zotrin. Zotri, përshëndetje edhe një herë. përshëndetje. Në radhë parë falenderoj sepse kemi folur gjatë në një intervistë pak orë përpara se të fillonim transmetimin e sotëm dhe më thej që djali do shkonte për një kontroll tek mjeku sot. Ke folur me djalin si është gjendja? Fola që parë dhe ka infekcion në plagë. Ka më vjen keq. Pra situata që ka rënduar. Tani sa më morën në telefon se unë jam me blektori dhe kish vajtur motra, edhe më thaj që plaga është e ka marrë infekcion. Ka marrë infekcion. Shpresoj dhe uroj më të mirat për djalin, besoj se duhet të jetë dhënë edhe mjekimi i dur i këtyre plagëve. Ka 4 plagë, më the, apo jo? Ka 4 thika, po, 4 thika në shpatull, të cilat ka mbrojtur veten e tij pasi ti thua që 15 vjeçaria ka drejtuar drejtën e gjoks këto 4 thika. Po, ashtu. E ka drejtuar thikën dhe djali është kthyer për të mbrojtur në shpatull. Është kthjerja kishte drejtuar për në zemër dhe djali është kthyer dhe e ka goditur në shpatull 4 herë me thikë. Megjithatë, një shok ka dashur ta parandalojë gjithë agresionin, po, edhe ai është dëmtuar në dorë. Si është plaga e djalit tjetër në dorë? Po, unë nuk e kam parë, të thonë të drejtën, unë nuk e kam parë, po, siç më kanë thënë, mirë është, ka prerë në dorë, nuk e di se si është tani djalit, se unë nuk kam vajtur se jam me blektori. E kuptoj. Mirë, dua të ndaloj pak tek ardhja e drejtorit të shkollës edhe 2 mësuesve. Ata kanë qenë në dieni të një sherri që filloi në tualetin e shkollës, siç ju e pohuat? Po, drejtori ishte atje dhe i ka folur, dhe më vonë djali ka ikur, si të thash që vajti e lajmëroi shoku atje dhe djali ka vajtur në... Jo, dua të di, shkolla, mësuesit, stafi pedagogjik kanë ditur për këtë sherr që ka nisur në shkollë? Drejtori ishte atje. Drejtori ishte atje, por nuk ishte që kur u dhur me thikë. Kur u dhur me fjalë dhe pastaj më vonë vajti mori thikën. Qartë, doja të fokusoheshim pak. Sherri i parë dhe konflikti i parë ka nisur brenda ambienteve të shkollës, ju po pohoni që drejtori së bashku me stafin pedagogjik e kanë ditur. A ka shkuar në momentet e para psikologu? Drejtori, jo me stafin, mos drejtori ishte atje kur u dhune dhe pajtohun i isha dhe drejtori nuk e dinte se që bën më vonë. Jo, të paktën në ambientet e shkollës është realizuar një pajtim? është me drejtorin dhe u ka thënë jepni dorën njëri tjetrit. E qartë. Drejtori nuk ishte në djeni kur e qëlloj tjetrit. Qartë. Drejtori nuk ishte kur e qëlloj me thikë. E kuptoj që ngjarja e thikës është filluar jashtë ambienteve të shkollës, por fillimisht ka filluar në ambiente, në periferi. Në shtëpia ati, siç më kanë thënë, dhe shtëpia ati është afër shkollës. E qartë. Mirë, do donim të dinim diçka tjetër. Ju më thatë që ditën e sotme djali, edhe pse ka shkuar për vizitë tek mjeku dhe ka dalë me infekcion në plagë, do shkonte të takojë me psikolog. Për çfarë arsye? Për arsyen duhet të isha unë atje, faktikisht duhet të isha unë, po atje ka vajtur mbesa dhe do më sqaronin atje në bashki. Pra, bashkia e Delvinës i ka thirrur të gjithë personat... I ka thirrur të gjithë dhe mua dhe papajnë e djalit që qëlloj djalin tim
Edhe do bizetonim atje, nuk e di për se... A është i gatshëm djali juaj? E keni pyetur për të përballur me babain e autorit? Po baba i djalit që vrau djalin erdhi në shtëpi, me gjithë jëmën. A ishte, do me thënë, ma përshkruaj... Po, ma përshkruaj... Edhe kërkoj falje, ishte në shtëpi dhe kërkoj falje. Kur erdhin prindrit e 15 vjeçarit, si u ndihet djali juaj përpara tyre? Djali, unë ndje që unë ja kam në drejtësis, i tha djali. Si do ndje i djali. E qartë. Megjithatë, ka qenë i trazuar këto ditë dhe unë nuk e di a do arrit dot nëpërmjet edhe prezencës së psikologëve të ketë një tjetër përballje në ambientet e bashkisë me... Psikologu erdhi dhe në polici se djali isha dhe unë atje dhe djali ka dhënë një deklaratë dhe ishte psikologja, falin psikologja dhe ishin dhe dy të tjerë për mbrojtjen e fëmijëve në bashkia, nuk e di edhe të gjithë deklaratën djali e dha në polici. Si ndodhi, se unë si isha në plani, edhe e dha se si ndodhi komplet gjëja që kishë ndodhur atje e dha deklaratën në polici. Megjithatë këto ditë besoj në shtëpi ka qenë... Dhe kjo e policisë dha që do kalojnë në prokurori. Po, megjithatë këto ditë djali përveç dhimbjeve që ka në trupin e tij për shkak të plagëve të mara, besoj se është edhe i shqetësuar, i trazuar emocionalisht për atë çfarë ka ndodhur. Ka qenë një befasi për të. Si s'është i shqetësuar që të goditet 4 herë me sikë dhe mos e jetë i shqetësuar që qafën e dërkut e mba shtrëmë nga plagët. Ka mundur të flën natën? Ka qenë i qetë gjatë natës? Po në krahun që është dëmtuar nuk sehet dot se i dhëm plaga. I kujtohen episodet se... Është e qepur plaga, është e qepur dhe i kanë dhënë fasho që mos i hapet plaga. E qartë. E qartë. Mirë, unë i kam mbaruar pyetjet e mia, por në studion e emisionit Me Zemër të Hapur ka një avokate, ka një psikologe, nuk e di nga të ftuarat, nëse doni t'i bëni pyetjet babait apo jemi të qartë. Jemi të qartë, unë të falenderoj për të dytën herë që ishe e pranishëm drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, do mbetemi bashkë në kontakt, të shkuara djalit, të shkuara dhe juve për ta përballuar këtë dhimbje. Faleminderit shumë, edhe ju uroj një ditë të mbarë. Faleminderit, ju urojmë edhe ne një ditë të mbarë, sepse apelin për gjithë prindrit që duhet kujdesen më shumë për fëmijët e tyre, për edukimin e djemve dhe të vajzave 9-18 vjeç, ju e dhatë në intervistë. Do të mundohemi që e nisim bashkë Eksena, sepse ti e mësuar edhe me shkëputjet her pas here, se më duhet të fusë edhe babain e 15 vjeçarit, për qenë transparent dhe me të, ai nuk ka pranuar. Në fakt, unë e kam telefonuar që ditën e premte, nuk ka pranuar, ka hedhur poshtë të gjitha akuzat që kishin dalë në portale për një gest që ndoshta ai me të drejtë ndoshta nuk e ka bërë, por është keq kuptuar nga adoleshentët, unë nuk e di nëse ka ndodhur apo jo. Më tepër ju fokusua se si u përhap lajmi në media, kush media kishte publikuar, se sa të fliste për ngjarjen dhe për të birin. Si të duk rrëfimi i babait? Sigurisht tregon një baba i cili është ose përpiqet të dëgohet edhe i qetë, edhe i qartë, kur tregon një ngjarje kaq të fortë dhe emocionale. Dhe shpesh të themi që duke qenë prindi me këtë lloj figure, sigurisht përfaqëson edhe çfarë mund të jetë fëmia. Alo, përshëndetje. Po. Unë jam Evi Sameti, drejtuese e emisionit Me Zemër të Hapur, të kërkoj ndjesë për shqetësimin, por pak përpara jush kishim babain e 17 vjeçarit plagosur nga ana e djalit tuaj. Do doja të ishim transparent, siç ishim edhe bashkë ditën e premte, për treguar, ata më thanë që ti dhe bashortja juaj keni shkuar në familjen e tyre, jeni përkujdesur ndaj 17 vjeçarit dhe sot keni një takim me të. Po që ta thonë Shqipëri se janë për televizor, pari dhe të vi. Gjithsesi, ti ke pasur mundësi të komunikosh me djalin tënd brenda ambienteve të komisariatit? Ja, nuk kam pasur. Nuk e pasur mundësi. Ja. Mua më vjen mirë për vajtjen tuaj dhe të bashortes tuaj tek familja e 17 vjeçarit. Si ishte gjendja e të plagosurit? Po mirë. Ishte e mirë? E mirë, dhe dhe gjatë që e mirë. Sepse ka 4 goditje në shpatull dhe ditën e sotme i është krijuar edhe një infeksion nga plagët. Dini gjë ku e ka marrë thikën djali juaj, si ka filluar i gjithë situata? Nuk bile fare nga këto mirët prokuroria, policia, pse nuk dhe kërkot në këtë gjëra.
Unë për respekt ju jam përgjithë gjithë që më ka marrë telefon, falë të mua besës mirë në organë kompetente me të gjëra. Okej, të ndalojmë pak edhe tek një incident përpara protestës tek komisariati ku të rinjt? Nuk ka një incident, anë njerëzit kanë telefonat të gjithë. Pra nuk keni treguar xhepin me para, ta sqarojmë këtë gjë se ke qenë i ndinjuar ditën e premte. Më dëgjoni një sekond, ti mund të marrësh një kontakt me një specialist, ose ju po jeni specialiste për fotot njërë të tjetër që po bëj. Po? Po unë nuk ka lidhje fare, dhe ti mund të kanë të shna rrugë dhe mund të shikosh çantën e ke në apo se ke. Ma bërë të kosi po më. Po mirë, pse arriti djali juaj deri në këtë akt? Më vjen keq që po vazhdojnë këtë bisedë. Në gjitha të unë për respekt e hapa... Mirë, unë të falenderoj, por po të them që babai i 17 vjeçarit ka folur gjatë, ka hedhur disa akuza, ka folur edhe për ju edhe për bashkëshorten tuaj që keni qenë në shtëpinë e tij. Prandaj në qoftë se ju nuk doni të prenoncoheni, është e drejta juaj dhe unë ju uroj gjithë mirat, por këtu po tregojmë transparencën e të dyja palëve. Faleminderit dhe të përshëndes. Jeni mirë, unë të ktheva dhe privilegje për tjerë motorë. Të falenderoj. Faleminderit shumë, mirupafshim. Atëre, mirupafshim, ishte shumë i prerë, ndoshta se çfarë ka ndodhur midis të rinjve me të vërtetë që do të flasi drejtësia, por ai si baba çfarë ka mësuar, ndërkohë nuk foli shumë edhe pse ka qenë shumë i ndinjuar ditën e premte kur e kemi telefonuar për shkak të gjesteve që pretendojnë të rinjt se ka kryer babai 15 vjeçarit zotëria që e kishim në telefon, por do doja të lidheshim në këto momente me doktorin, i cili e ka parë gjendjen e të riut, të kërkoj ndjes seksen, sepse është shumë dinamik. Mbas doktorit do të lidhemi drejt përse drejti edhe me drejtorin e shkollës. Nuk e di, doktor Nikolini, i cili ka parë edhe plagët e 17 vjeçarit, a është apo jo në lidhje të drejt për drejt telefonike? Presim një konfirmim nga regjia, e cila më thotë që nuk e kemi për momentin, presim pak qaste, sa po të bëhet edhe kjo telefonat gati. Atëherë, Eksena. Sigurisht është e kuptueshme sepse asnjë prind nuk mendon që fëmia i tij mund të arrijë në këtë lloj ekstremesh. Dhe në të tilla situata kur ne i drejtohemi prindve dhe bëjmë analizën e familjes dhe të prindit, sigurisht që çdo prind ndihet keq. Po edhe një kërkim falje publik nuk do të ulte kur unë personalisht nuk do e pretendoja në kulturën tonë. Sepse ai e ka bërë me bashkëshorten duke i vajtur në shtëpi. Patjetër, po edhe publikisht më vjen keq, siç foli babai 17 vjeçarit, më vjen keq, ju uroj shërim sa më të shpejt. Sepse në këtë moment gjykimi ndaj prindërve është i lartë dhe për të mbrojtur vetveten sigurisht që të gjithë prindrit edhe në aspekt mediatik e shohin si mënyrën e vetme për të mbrojtur. E rëndësishme është për ta kuptuar në mënyrë indirekte situatën. Pra, e gjithë ngjarja ka lindur nga një... Të kërkoj ndjesë, gjithë ngjarja ka lindur, këtu mbaje, më njofton regjia që kam edhe doktor Nikolinin, drejt përse drejti në News 24, doktor, përshëndetje. Përshëndetje. Në ratë partë falenderoj që ju përgjigje ftesës emisionit me zemër të hapur, jemi duke folur për konfliktin e dy adoleshentëve, ju jeni mjeku që i keni vizituar 17 vjeçarin dhe do doja të dija si ka qenë gjendja e tij ditën e parë dhe si është aktualisht. Tani, si fillim dhe të bëj një sqarim. Po. Kanë qenë dy persona që i kanë qenë të goditur me Po, e dim. Po. Nuk kanë qenë 17 vjeçar, kanë qenë 16 vjeç. 16 vjeç. Po. Po, të mos i përmendim emrin. Po, të lutem, pa emra. Po. Në 4 plagë fike. Po. I kishte në shpatullën e majt, mbi klavikulën e majt, në pjesën e muskulit trapezius në qafa, në majt, dhe mbrapa në kuris, me drejtim nga majtas djathtas deri në shtyrën kurrizore. Po. Edhe ishin plagë të thella realisht. Po. Kurse djali tjetër i cili kishte hequr fikën ishte goditur në dorë. Sepse normal kur ka mbajtur fikën është goditur, ka marrë prehjen tek dora, tek gishti. Normalisht gjendja ishte traumatizuese në fillim, sepse ne do të hiqnim gjakun që të zbulonin plagët se ishin hemorragji aktive. Po. Pastaj kemi bërë ndërhyrjen. Kemi në spitalin e Delvinës kemi sutruar 3 plagë. E 4 që ishte me thella, duhet ta ekzaminoja më shumë dhe të isha më i sigurt, dhe ajo ishte shumë e thellë. Po. Ko duart e mia kapën një kockë të vertebrës. Po. Dhe pikërisht për këtë gjë këtu në këtë moment mua më lindi dyshimi se mund të kishte bërë ndonjë pneumotoraks ose hemotoraks. Po. Edhe për këtë arsye thjesht e kam bërë packing plagën dhe e kam dërguar në spitalin e Saramës për të kryer ekzaminime imazherike si skaner apografi. Se ne në spitalin tonë nuk disponojnë një të tillë. Po.
Aktualisht, djemët jam në gjendje të mirë, sepse kam dhe rinjekuar çdo 2 ditë. Kjo është situata. Megjithatë, pak përpara jush kishim edhe babain. Ju e thoni 16, babai tha 17 vjeç, djali të plagosur me 4 thika dhe deklaroi që ditën e sotme njëra prej plagëve ka krijuar infeksion. Nuk e di se sa. Nuk ka krijuar infeksion. Plaga qishte në kuris, kam mbledhur hemoragji. Nuk e di se çfarë kam suturuar në saram, nuk kam gjeni për këtë gjë. Por e pash ishte në tumefaksion, domethënë me flyrje, si thonë në Shqip. Dhe më duhet që të zbrasnja gjakun e mbledhur, atë që ishte atje, dhe kam instaluar antibiotik brenda dhe fitil kirurgjikal. Doktor, unë të falenderoj edhe të shkëputëm nga puna, por edhe për sqarimin e gjithë situatës mjekësore. Faleminderit që ishe drejt për së drejti me ne. Faleminderit, ju uroj gjithë mira dhe një ditë të mbarë. Kjo është situata, pra infeksioni jo, por i mbledhur gjaku dhe i është nënshtruar edhe medikamenteve të tjera shtesë, siç janë antibiotikët, të paktën thënë edhe nga mjeku. Ta mbyllim këtë pjesë të dytë, sepse ndoshta në pjesën e tretë do të na duhet edhe për shkak të lidhemi me drejtorin e shkollës, sepse duhet qartësuar edhe pozicioni i shkollës në këtë rast dhe të kërkoj ndjesë për ndërprerjen her pas here që kemi bërë sot. Për ta nisur thelbin e analizës dhe të parën e situatës, ndoshta prindrit nuk mundet do të ta njohin fëmijën e tyre plotësisht në agresivitet ose në dimensionin më të vështirë të zhvillimit të tyre, por edhe mund ta njohin, por nuk janë ndoshta në gjendje për të kuptuar që në këtë moshë e cila ka vështirësi dinamika të ndryshme mund të kalojmë në situata të kësaj natyre. Një dhënë e rëndësishme është fakti që nëse ka qenë në Sarand, pra kjo është ajo çfarë mua më shqetëson vazhdimisht dhe ndodh për herë, që një vështirësi ose një problem transportohet nga një rreth në tjetrin ose nga një shkollë në tjetrën. Pra, nga Saranda ka shkuar në Devin sepse nuk është mbajtur dot. Për të thotë që ka ndodhur dhe një herë tjetër, në mos gaboj, po nga qyteti i Sarandës, që ishte transferuar nga një shkollë në shkollën tjetër. Pikërisht sepse këto janë mekanizmat që ka sot shkolla për këtë dinamik vështirësish në sjellje dhe në emocionet që po përjetojnë. Dikur para viteve 90 i referohem shpesh, duke qenë se i përkas atij brezi, ishte që edukimi i fëmijëve apo i të rinjve të tillë bëhej nëpër shkolla. Dhe jo ta merrnim dhe ta përjashtonim nga shkolla, ishe shumë të rralla, sepse merreshin pikërisht jo vetëm prindrit, por sidomos mësuesit, stafi pedagogjik me edukimin e tyre. Në nëntëvjeçare ende pra nuk lejohet për përjashtimi, por në shkollat e mesme ende ekziston kjo. Sepse vajtja një elementi të tillë nga një shkollë në tjetrën sjell një problematik. Pra i bie që stafi pedagogjik nuk mund të merret dot me këtë fëmijë. Dhe atëherë nuk ka pasur psikolog nëpër shkolla. Duhet theksuar kjo gjë. Se ka patur një mekanizëm tjetër më po, se merrej fronti, ilazhe. Më të ashpër në ndëshkueshmëri edhe në fakti që transportohet pra problemi nuk është zgjidhje. Pra, kjo tashmë duhet kuptuar. Kemi një përhapje madje të fenomenit. Patjetër, sepse edhe vetë transporti që bën ky fëmijë nga një shkollë në tjetër rrit dozën e agresivitetit tek ai, rrit po themi vështirësinë për të menaxhuar emocionet e tij. Pra, nuk do të thotë që ne të përjashtojmë. Do të thotë që qasja jon në raport me trajtimin e dhunës ose fëmijëve të cilët po shfaqin gjithmonë e më shumë vështirësi në sjellje, vështirësi emocionale, nuk është pozitive, nuk është afër, ose fjalit pajtohuni dhe jepni dorën njëri tjetrit, nuk janë mekanizma të cilët trajtojnë këtë dimension dhune, vështirësisë emocionale që kanë sot të miturit e sotëm. Sigurisht që edhe zotëria e përmendit çështjen e prindërve që ka një lloj statusi financiar. Kjo është një dinamik më vete, sepse jo gjithmonë shfaqet aty ku ka gjithmonë status të mirë financiar, por mund të ketë edhe një status jo të mirë financiar dhe sigurisht janë shtuar vështirësitë në sjellje, në emocion, në mënyrën se si mendojnë. Po dhe teoria e të fortit, sepse djali e ka nisur me një sjellje, pikërisht kjo është ngjarje. Do thotë që goditja me shelm e derës së tualetit. Ndërkohë, personi tjetër ka reaguar. Dhe reagimi i tij e ka shtuar edhe më shumë dozën e agresivitetit dhe në një situatë në cilën nuk
justifikohet, pra kjo dozë e lartë agresiviteti, kjo dozë e lartë zemërimi irritueshmërie ndaj një personi i cili ishte duke parë punën e vetë. Dhe të reagosh në mënyrë kaq ekstreme, do të thotë që ka një gjë që nuk shkon në menaxhimin e sjelljes, e vështirësisë së këtij fëmije. Sa ishte 15, djali që është plagosur ka qenë më i madh. Dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe kjo ndoshta i ka nxitur dhe fëmijët e tjerë për të reaguar, për të kërkuar drejtësi në sjellje. Pra drejtësi në sjellje që nëse ka një gjë që nuk shkon, që nuk pëlqehet, e rëndësishme është të flasim dhe të komunikojmë, pra dhënia e dorës nuk është më pra drejtuesi i institucionit, duke njohur këtë lloj, po themi, brezi se si zhvillohet aspekti emocional, nuk duhet të mjaftohet me dhënien e dorës dhe ta lërë fëmijën. Ideja është të dy përshtypje. Kjo është analiza që ne bëjmë. Atëherë, në qoftë se është e vërtetë që është një fëmijë problematike, ardhur nga një shkollë në Sarandë, i vështirë, nga një shkollë në Sarandë, besoj se drejtori e ka ditur se për çfarë është bërë ky transferim i këtij fëmije nga Saranda në Delvin. Dhe aq më tepër që ai e ka pasur shtëpinë ngjitur me shkollën. Pra, drejtori është i aftë për të kuptuar nga bashkëpunimi me bashkinë, por edhe me ZPZ-n e zonës apo edhe me psikologun dhe me sigurimin e shkollës që është një fëmijë problematik, atëherë nuk duhet të mjaftohej, thua ti, vetëm me dhënien e dorës, por ta referonte. Pra, se nuk bën logjik, pra ty të vjen një fëmijë dhe ti e kupton pse vjen nga një shkollë tjetër, pra ka një lloj vështirësie. Dhe ti nuk mund të rish indiferent ndaj një fëmije i cili vjen nga një shkollë tjetër pikërisht për këtë sjelljen e vështirë, për këtë sjelljen e cila krijon situata të vështira në marrëdhënie me të tjerë dhe nuk mund ta lësh dhe të mos dyshosh që ai po ikën më herët, pse po ikën më herët nga shkolla, sepse i ka dhënë kohë atij dhe për më tepër nuk do të lë djalin tjetër i cili ka psuar një situatë të cilën ai nuk ka dhënë asgjë në këtë lloj ngjarje pa njoftuar prindin. Qartë. Që të kenë kujdes në raport me vazhdimisht. Pra, nuk ishte mjaftuar vetëm me dhënien e dorës, por edhe të njoftoheshin prindrit dhe familjet e të dyja palëve. Këto janë fjalë të ftohta emocionale. Pra, sepse nuk kupton thelbin. Por mund të ishin parandaluese, thua ti. Parandaluese e rëndësishme është që mund të merrte dimensione të... Mirë, ne të mundohemi që drejtorin e shkollës ta kemi pas pak në pjesën e tretë, përpara se t'jap fjalën edhe Sarës avokates tonë, ndjekim publicitetin e dytë dhe rikthehemi një herë në studio. Mbas hapësirës së dytë publicitare jemi në pjesën e tretë dhe të fundit, me njëherë fjala do kaloj për avokaten tonë Sara Demrozi, që është e pranishme ditën e sotme. Kemi dëgjuar të gjithë komponentët, babain dëgjojmë Zile në transmetim, po telefonojmë drejtorin e shkollës zotin Berberi, të cilit i kemi dërguar edhe një mesazh para prag dhe gjatë gjithë kohës del një telefon i zënë, të paktën në telefonat, teksa i kemi dërguar edhe mesazh në WhatsApp dhe jemi munduar ta marrim edhe nga ky aplikacion, do ta provojmë her pas here, pasi edhe të rejat e fundit në lidhje me Komisionin e Etikës dhe të Disiplinës në shkollë ka vendosur përjashtimin e 15 vjeçarit nga shkolla. Do ta diskutoj pas pak, se më duhet në fakt të këmgull deri në fund të këtij transmetimi. Një nga hallkat kryesore pra drejtori i shkollës nuk po lidhet ama babai 17 vjeçarit apo 16 vjeçarit i viktimës, babai i të plagosurit, babai i autorit, mjeku, por na duhej edhe zëri i drejtorit, ishin pjesë të misionit dhe tani kemi një tablo pak më të qartë. Në këndvështrimin ligjor, Sara. Ja, del vazhdon të dalë i zënë, ndërkohë që edhe gjatë hapësirës publicitare dhe në pjesën e dytë e kemi telefonuar vazhdimisht drejtorin e shkollës. Ndoshta është i zënë sepse situata është, por ne kemi dërguar një mesazh që mund ta ndërpresi këtë telefonat, nuk e dim edhe se sa e rëndësishme është për të qenë zëri i tij në këtë studio se duhet dëgjuar edhe një zë nga shkolla. Sara, sa e rëndë është situata ligjore për autorin se kemi 2 të plagosur? Në fakt, unë kam 3 pika kryesore që dua të diskutoj. Në radhë të parë është dienia e drejtorit të shkollës dhe mënyra se si ka zgjedhur të menaxhojë situatën thjesht me një pajtim të përkohshëm, pa vendosur në dieni prindrit e djemve, pa marrë
masat të tjera që duhet të merrte dhe në këto kushte ai ndodhet në kushtet e mosveprimit në ushtrimit të detyrës dhe për këtë mund të kallëzohet në prokurori. Pra këtu duhet të intervestuar dhe duhet të marrë në pyetje mirë drejtori i shkollës sepse nuk i ka ndjekur procedurat ashtu siç duhet i ndiqte. Pra duhet të njoftonte prindërit, duhet të njoftonte oficerin e sigurisë në shkollë, duhet të merreni masa të tjera që t'u parandalonte përshkallëzimi i konfliktit. Edhe kjo është pika e parë. Pika e dytë është cilësimi i plagosjes, sepse djali është plagosur me një thik, siç tha babai është plagosur me thik 4 herë, dhe kjo sipas në bazë të aktit të ekspertimit mjekoligjor që pastaj prokuroria do të vendosi në dispozicion paleve, do të cilësohet në qoftë se plagosja është plagosje e lehtë me dashje, plagosje e rëndë me dashje, ose në qoftë se vlerësohet si vrasje e mbetur në tentativë. Të gjitha këto do të procedohen sipas prokurorisë. Në qoftë se sipas rrëfimit të babait të plagosurit, pra viktimës në këtë rast, në gjuhën tuaj juridike, ku mund të shkojmë me klasifikimet? Tani ne këtë nuk e parashikojmë dot sepse prokuroria ka interpretime dhe do ndjeki shkallën e saj të hetimit, por në qoftë se vendoset për plagosje e lehtë me dashje, pra sipas nënit 89 të kodit penal, atëherë djali, kjo është kundërvajtje penale dhe djali mund të dënohet o me gjob ose në një dënim deri në 2 vjet. Sigurisht që duke qenë pamjeve që ne shohim? Këtë nuk e vlerësoj dot. Unë e vis sigurisht që për kodin penal për të miturit çdo dënim që do merret do ndahet për gjyq sepse personi është akoma i mitur. Kjo patjetër. Nuk e diskutojmë, por duhet jemi sa më të drejtë se u prodhua edhe një protestë nxënësve në mbrojtje të shokut. Pra, po kjo nuk ka lidhje me përpara ambienteve të komisariatit. Po ato si duket e kanë parandjer që ndoshta mund kemi edhe plagosje të lehtë me dashje. Po, ja, ta përfundoj dhe po e diskutojmë. Ndërsa në qoftë se është një plagosje e rëndë me dashje, pra dënimi është nga 3 deri në 10 vjet, duke qenë i mitur normalisht që në vlerësim të gjykatës dënimi të përçahet në 2. Në qoftë se është vrasje e mbetur në tentativë, do të lidhen nenet 22 të tentativës dhe neni 76 të vrasjes me dashje dhe sigurisht që në qoftë se neni dënimi tradicional për të rriturit është nga 10 deri në 20 vjet, do të ndahet përsëri për gjys. Pra, edhe elementet që kemi diskutuar ditën e sotme nëpërmjet rrëfimit të babait të 17 vjeçarit të plagosurit që ka kërkuar ta qëlloj pikërisht në zemër dhe ndërkohë është kthyer me shpatull për të mbrojtur veten e tij, ndërkohë që edhe djali tjetër ka devijuar edhe goditje ndoshta duke u plagosur vetë në dorë. Këtu ke elementet dua të ndaloj pak. Te këto elementet ndodhemi përpara që ku shkon nuhatja jote profesionale. Atëherë, nuhatja ime profesionale dhe çfarë vendos prokuroria janë 2 gjëra komplet ndryshme, sepse ne kemi pas shumë raste kur vepra ka qenë shumë më e rëndë se sa çfarë është cilësuar apo dhënë nga prokuroria. Në të kundërtën kemi pas raste kur vepra ka qenë shumë më e lehtë dhe prokuroria e ka cilësuar në mënyrë shumë më të rëndë. Në rastin konkret, unë nuk e vlerësoj dot, por nga rrëfimi i dëgjuar nga ana e babait, që është i pjesshëm dhe nuk e kemi dëgjuar të dyja palët, po nga çfarë tha babai që ai ka tentuar të qëllonte dhe ta godiste në zemër, atëherë ndodhemi në kushtet e vrasjes e mbetur në tentativë. Shiko, duket edhe pozicioni është që është krau i majt, mënyra se si ndoshta ka pasur kamera sigurie, por do marr edhe dëshmia me detaje i 15 vjeçarit. Unë do të sugjeroja në formë bajonete, ku shkoj për ta marrë, kush ja siguroj sa bashkëpunëtor të tjerë ka. Prindërve që të merrni një avokat në Delvin ku ndodhen, që të ndjeki hapat procedurale nga fillimi deri në fund, të shikohet edhe në qoftë se ka qenë vetëm djali që ka qelluar apo ka qenë i shoqëruar me shok tjerë që e kanë nxitur. Pra duhet shikuar edhe çështja e bashkëpunimit. Çështja e një shok i kishte dhënë haber dikujt tjetër që po të pret filani, pra do të thotë që ka qenë duhet të verifikojmë nëse ndodhemi në kushtet e bashkëpunimit. Patjetër. Pastaj nëse ndodhemi në kushtet e bashkëpunimit, atëherë vepra është akoma më e rëndë. Por gjithsesi kjo mbetet në dorë të hetimit të prokurorisë. Megjithatë, duhet në çdo rast që ti thua qoftë edhe në atë më të lehtin, qoftë edhe në atë më të rëndin, të paktën këtu ka edhe përveç bashkëpunimit, dua të them edhe para përgatitje për atë çfarë edhe do ndodhte, për të siguruar mjetin
e konfliktit, apo jo? Patjetër. Paramendimi, Patjetër. këtu, në këtë sens e kisha. Kemi të bëjmë me paramendim, apo jo? Duke qenë se është përshkallëzuar nga një sherr në tualetin e shkollës, shtrëngim duarsh përpara drejtorit të shkollës edhe deri tek... Duhet verifikuar në qoftë se ka pas edhe një konflikt të mëparshëm që precedon edhe konfliktin për të dobët për derën e shkollës. Pra, këto elemente do të vlerësohen të gjitha nga organet kompetente. Një gjë tjetër që dua të theksoj është që ndodhemi përpara një neglizhence institucionale për sa i përket shkollës, ku fëmijët shkojnë çdo ditë dhe duhet të ndihen të sigurt në ambientet e tyre, dhe për shkak të mos menaxhimit të situatave të tilla ndodhin pastaj këto përshkallëzime. Shpresoj që në rastet nga tani e tutje të gjitha shkollat e Shqipërisë të marrin të gjitha konfliktet me më shumë seriozitet. Pra, duhet parë paramendimi, bashkëpunimi, çfarë besoj se mund të rëndoj edhe situatën e 15 vjeçarit, por çfarë do lloji klasifikimi? Tani duhet theksuar që kur kemi të bëjmë për të mitur, burgimi është gjithmonë mjeti i fundit. Pra, kur kemi të bëjmë për të mitur, do tentohet gjithmonë një farë lloj rehabilitimi, detyrim paraqitje, riedukimi, riintegrimi në shoqëri, sepse burgimi është diçka që psikologjikisht është shumë e rëndë. Është përsëritja ashtu siç mendohet që ka qenë një do të rim shohim me probleme dhe në Saran ky person nuk ka pas tjetër? përsëritje përderisa nuk ka vajtur në prokurori në raste të tjera. Mund të ketë përsëritje në veprim, po jo në dënim. Pra, ka një diferencë shumë të madhe. Mirë, po provojmë vazhdimisht si që të regojnë në plan edhe regjia, edhe nga numri im personal, për ta telefonuar në WhatsApp drejtorin e shkollës. Nuk e di në qoftë se në telefonat e tentojmë edhe njëherë, ju lutem regjia, vazhdojmë të jetë kaq shumë i zënë me minutat të tëra, po plotsojmë atë 60 minutin, pra do të thotë në një orë zotria del vazhdimisht i zënë, duke provuar, duke quar mesazhe, të paktën të komunikoj me ne, të thotë nuk dua të bëhem pjesë e asnjë ballafaqimi me ju, delizon. Delizon ose ka mbyllur të gjitha thirrjet që mund të shkojnë, se mund të jetë në procesin mësimor, ose mund të jetë pikërisht në atë mbledhje në Bashkinë e Delvinës që tregoi babai i të plagosurit pak çaste më parë, nuk e dim. Mund këtë mbyllur edhe thirrjet e tij, përderisa të gjitha mesazhet e mia në situata sigurisht. Jo, mund të jetë edhe në proces mësimor, se është edhe ora piku i... Për më tepër, por duke qenë se ka marrë një vëmendje të caktuar, sigurisht të gjithë përpiqen që të mbrojnë, sepse ndoshta faji nuk është i qëllimshëm drejt për drejt nga drejtuesit që ta ketë lënë me neglizhencë të plotë që situata të shkonte deri këtu. Sigurisht është mënyra se si ne i konceptojmë menaxhimin e konfliktit, menaxhimin e dhunës, dhe se si fëmijët transferohen nga një shkollë në tjetër pa patur një vlerësim apo një profil. Po. Pra, një shkollë duhet të jetë shumë vigjilente, dhe ndoshta edhe s'duhet ta pranoj mirë një fëmijë i cili vjen nga një shkollë tjetër me një specifikë të caktuar. Sepse gjithmonë këto përjashtimet që ndodhin pikërisht, ose largimet ndodhin pikërisht për këtë arsye. Dhe e rëndësishme është që shkollat të jetë e përgatitur, duhet të ketë një profil psikologjik të fëmijëve, të cilët vinë dhe të cilat janë specifika, sepse kuptohet që është një fëmijë i cili krijon konflikte, situata konfliktuale, pa patur pra një shkak kryesor apo një shkak të drejtë. Dhe për më tepër që reagon në mënyrë agresive kur dikush tjetër përpiqet të mbroj veten në një situatë që nuk i bën kuptim për formën e reagimit të tij, sepse askush nuk mund të tolerojë ose nuk mund ta pranojë si sjellje që dikush qëllon derën e tualetit me shqelm. Pra, kjo është një sjellje e cila e para ftohtë krijon konflikt. Mirë, ne kemi rrëfimin e babait të plagosurit në këtë, çfarë ka treguar edhe djali që shikojmë në foto, të plagosurin, që isha në tualet dhe qelloi derën e tualetit duke shkelmuar, por ne nuk e dim, a ka pasur njohje të më përparshme para këtij incidentit, se unë nuk mendoj, atëherë i bie që të kemi edhe një probleme me 15 vjeçarin, çfarë ka dashur, nëse ka ardhur nga hiçi. Domethënë, donte të hynte në tualet dhe shkelmon derën dhe brenda tualetit ka një person, edhe këtu edhe me kë shoqërohet patjetër,
por edhe problemet emocionale apo të shëndetit mendor. Në qoftë se s'ka pasur incidentet të tjera apo njohje të tjera të mëparshme, të vi nga hiçi gjithë kjo situatë, që prit se jam unë, se çfarë priste ai, që në qoftë se tualeti nuk ishte i lirë, dikush tjetër presi pra një fëmijë i cili sipas logjikës së babait, pra një fëmijë i cili mësohet për shkak të statusit ekonomik, i cili mësohet, ti plotësohet, pra po ndikim këtë vijë logjike se mund të ketë vija të tjera logjike për të cilat se babai 15 vjeçarit nuk ka lidhje fare. Ndoshta ai prindi ku i plotëson fëmijëve të vetë shumë të mira materiale, mendon që bën më të mirën. Dhe kjo nuk është as pak e gabuar. E rëndësishme është si e përshtat ti në raport me fëmijën dhe me kohën. Kjo ndoshta është ajo çfarë ne duhet të shohim. Do të thotë plotësimi i çdo lloji kushti financiar, një prindërim i mirë, dhe këtë ndoshta duhet ta fillojmë ta vëmë në pikë pyetje. Por a ka pasur 15 vjeçari dhe shumë të rinj të tjerë plotësim emocional? Pra sa i ka munguar prindi në përditshmërinë e tij, se jo paraja është gjithçka për të mos munguar ty asgjë. Dhe kjo koha tregon mungesa emocionale e prindit do të thotë shumë për një fëmijë, sidomos për një adoleshent. Sidomos në këtë periudhë shumë e rëndësishme, pra që prindvit të mos fokusohen më në aspektin financiar, kërkohet prani fizike. Kemi të rinj dhe kemi adoleshent të papërmbushur emocionalisht. Për më tepër që sot ka shumë dinamika në sjellje dhe në emocione. Sa thot monitorimi, edhe monitorimi nuk është gjithçka. Monitorimi paktën të jesh i kujdesshëm. Për të kuptuar botën e... Shikoj, unë e kam thënë gjithmonë që fëmijët janë gënjeshtarët më të mirë, pra një prindër nuk do arrijë kur ta njohë. T'ju referuar pak edhe ngjarjes së Ricardo Mërkurit në Itali, në 20 vjetorin e tij, se çfarë kishte ndodhur me nënën dhe ai kishte kuptuar që ndoshta nëna mund të mos jetonte dhe arriti deri të mbytej pastaj ku u gjet edhe trupi pa jetë. Është një fakt shumë i rëndësishëm që po jetojmë në kohën e padrejtësisë sociale shumë të madhe. Mbyllje në vetvete prindi më duket më fal që të ndërpres sikur janë rehat, janë në botën e tyre, është në dhomën e tij dhe gjithçka është okay me fëmijën, por nuk është bota online. Se pra koha dhe zhvillimi i kohës ka treguar që është ridimensionuar koncepti i prindërimit. Pra, nëse deri dje kemi qenë me vështirësi financiare ose vështirësi të natyrave të ndryshme dhe sot themi që kjo është nga që na ka munguar ne dhe kjo është mënyra më e mirë e prindërimit, ndërkohë që koha sot tregon dhe dikton faktorë të tjerë, pra kërkon prezencë shumë të lartë fizike të prindit, po jo vetëm prezencë, edhe përfshirje aktive. Do të thotë që të njohësh fëmijën tënd, edhe në vështirësi, pra, se kjo është një nga vështirësi që tregon sot marrëdhënia ndërmjet shkollës dhe familjes, kur shkolla thotë që ne kemi fëmijë që në këto sjellje, prindit tonë ta mbrojë fëmijën dhe thotë jo fëmia nuk është kështu. Duke edhe babai i 15 vjeçarit, që ti shkon në shtëpi me bashkëshorten tek prindërit dhe çdo gjë të mbetej e izoluar, dhe ndërkohë kur ne të kemi dhe për respektin tonë, unë e falenderoj zotrin, na përgjigjesh, por nuk thua të paktën dua t'i kërkoj vetëm falje 17 vjeçit, më vjen turp për çfarë ka ndodhur. Është logjikshme sepse ndodhemi përpara një procedimi penal dhe normalisht ai do mbrojë interesat e fëmijës. Jo, më vjen keq që uroj një shërim sa më shpejt, jam në krah të familjes së 17 vjeçarit. Mund t'i menaxhojnë edhe ndryshe. Babai tha edhe që ka ardhur në shtëpi me nusën me kërkuar falje, apo jo? Ama edhe 17 vjeçë dhe familja ja kishin thënë që ne do t'ja lëmë drejtësisë. Po patjetër. Pra, ne pranojmë faljen tuaj, po rregullimi marrëdhënieve më fal Eksena. Sara, rregullimi marrëdhënieve me deklaratë notariale, e shikoj që shpeshherë ndodh në procesin. Nëse ndodhemi në rastet e plagosjes së lehtë me dashje, mund të ndihmoj shumë në procedimin. Plagosjes së lehtë me dashje mundet, edhe sa të tjerat vazhdon procedimi. Në qoftë se është plagosje e lehtë me dashje, mund të bëhet pajtimi në thonjza dhe mund të mbyllet procedimi, po gjithmonë mbetet në vlerësim të prokurorisë, pra jo gjithmonë. Jo gjithmonë. Po është një opsion që ndihmon në këto raste. E kuptoj. Dua të ndaloj pak tek Eksena, duke qenë se mbetëm aty tek funksioni i drejtorit të shkollës, i cili nuk po përgjigjet fatkeqësisht sot, nuk e di pse. Me shtrëngimin e duarve, ka menduar zgjidhjen e situatës dhe jo ato elementet e tjera shtesë që ti thua. Për autorin e kësaj ngjarje, me datën 6 korrik u mblodh Komisioni i Etikës dhe i Sjelljes, i rekomandoi Komisionit të Disiplinës së shkollës të vendosi përjashtimin e 15 vjeçarit nga shkolla. Po këtu në këtë rast? Sigurisht, mbas kësaj ngjarje i plotëson të gjitha kushtet për të përjashtuar, se në fakt ne për shumë arsye presim që të ndodhi akti final, pra të ndodhi një ngjarje e rëndë,
që të fillojmë të marrim masa. Sepse menaxhimi kryesisht i rasteve të dhunës nuk është kaq e lehtë, nuk zgjidhet më me fjalë sipërfaqësore, apo kërkon sjellje të vazhdueshme, sjellje të qëllimshme për të shkuar deri në fund se çfarë ka. Pra, drejtori është mjaftuar sepse ka menduar që është një situatë e thjeshtë, pra që nuk përbën asnjë lloj konflikti, duke qenë se ndoshta djali tjetër nuk e ka kthyer mbrapsht dhunën që mund t'i ketë paraqitur djali tjetër dhe ka menduar që kjo situatë mbyllet me kaq. Por, po të ishte pak më vigjilent dhe të shohoj që ky fëmijë ikën përpara nga shkolla, duke patur këtë lloj specifike, sigurisht që duhet ta vinte në gjendje dyshimi. Prandaj dhe janë dhe oficerët e sigurisë. Po. Sepse kanë aftësinë që duke njohur terrenin që ekziston sot, ti nuk mund të jesh neglizhent për këto shkolla siç është. Alo, përshëndetje. Zoti Berberi, përshëndetje. Jam e Visa Meti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur. Po të dëgjoj mirë. Atëherë, ju lutem regjia të lidhemi nga telefoni i regjisë, sepse sapo u përgjigj drejtori i shkollës, do të na duhet ta mbyllim me një deklaratë të tij në këto momente. Nuk e di a do funksionoj në telefon, sepse unë e telefonova nga WhatsApp-i. Gjithsesi, presim pak çaste derisa të përgjigjet drejtori. Ndelizën, si duket thirrjet, ju lutem nga WhatsApp-i. Nga WhatsApp-i në këtë fund të emisionit të shpresojmë në fund të lidhemi me drejtorin e shkollës pasi ka marrë edhe mesazhin dhe duke i telefonuar vazhdimisht në WhatsApp. Shpresoj të lidhemi nga WhatsApp-i derisa të lidhemi nga WhatsApp-i. Çfarë problemesh ka arsimi shqiptar? Vërtet i uruam 8 marsin të gjithë mësuesve, por të kuptojmë që arsimi 8 marsin nuk e ka vetëm për mësuesit, por e ka një ditë të veçantë edhe për nxënësit. Nxënësit në të tilla situata, të cilat pak ditë përpara festës së 8 marsit, me datën 5 mars, 3 ditë më parë se ta të festohej, ndodhi e gjithë kjo situatë. Ke një mesazh sot, Eksena? Unë së pari të doja që gjërat të fillojnë të trajtohen cilësisht. Alo, përshëndetje zoti Berberi. Përshëndetje. Unë jam e Visa Meti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur në televizionin News 24. Më të të kërkoj shumë ndjes pasi jam me task force-ën dhe jam duke komunikuar pra me dokumentacionin. Për momentin mund të them që ndaj mesh marrë një mas pezullimi, desa të zbardhet ngjarja, ndërkohë që unë kam kërkuar në prokurori një vërtetim që të tregoj nëse unë jam pjesë e këtij hetimi apo jo. Prokuroria më ka dërguar një vërtetim, ku thotë që ti nuk je pjesë në një hetimi, por do specifikuar thot task forca që nuk je pjesë e këtij hetimi që lidhet me këtë ngjarje. Drejtor, vetëm një pyetje kam për juve. Duke qenë se ka nisur situata në shkollë, në tualetin e shkollës, ti ke pajtuar nxënësit, ti ke lajmëruar prindrit? Po, çdo gjë me komunikim, me lajmërim, me firmë të prindërve. Edhe prindrit i lajmërove që ka ndodhur kjo ngjarje? Jo, më fal, pasi në ngjarjen e shkollës, pra një goditje me skelën derës së shkollës, dhe një thënie çfarë bëre më idiot, vetëm për to dy fjalë, kam thyrë oficialin e sigurisë, pra kemi trajtuar, kam marrë detyrën oficialin e sigurisë, kam biqyrur daljen e nxënësve pasi ka dalë nga perimetri i sigurisë, është njoftuar familja, nga familja e dhunuesit ka marrë domethënë një deklaratë që fëmijën që në orën e 6 ta largoj nga shkolla, pasi e kam nxjerr nga shkolla dhe e kam lënë në dorën e familjes. Po autoritetet, policinë e ke lajmëruar? Po, patjetër domethënë që më pas policia ishte në vend ngjarje, si thua ishte kur unë mora njoftimin këtë që isha në zyrë deri në orën 2, sapo mora telefoni, jam nisur urgjentisht në spitali dhe aty pastaj kam parë nga afër gjendjen e djalit dhe jam nështruar deklarimeve të policisë deri vonë, e kupton? A është e vërtetë që 15 vjeçari kishte ardhur nga një shkollë me probleme në Sarandë dhe erdhi në shkollën tuaj në Delvin? Jo, nuk kam informacion për këtë. Nuk ke informacion të tillë. Po, jo, nuk kam. Mirë, zoti Berberi, unë të falenderoj që u përgjigje, ishe shumë i saktë në masat. Do me thënë, deri më tani ne kishim bërë një analizë, prandaj duhej dhe zoti Berberi e sqaroi gjithçka që është lajmëruar dhe familja nuk e di, a do futet familja tashmë si nuk besoj se përderisa mos parandaluese, familja e ka ditur, e kanë marrë djalin dhe nuk ka qenë. Çfarë tregoi drejtori, ai ka marrë të gjitha masat administrative që duhet të merrte. Drejtorin e përjashtoi, familja, si nuk parandaloi fëmijën. Këtë duhet ta shohim. Prandaj ishte dhe ajo sjellje e babait.
Dhe unë në qoftë se do ta kisha drejtorin zotin Berberi të shkollës, Sulejman Delvina gjimnazit në Delvin, do t'i kisha bërë edhe disa pyetje babait. Kjo sigurisht mbetet në dorë të prindërve të djalit që është lënduar edhe të prokurorisë. Edhe e rëndësishme është aviz sepse shpesh thuhet mes prindërve që kanë fëmijë të vështirë në sjellje, nuk kemi çfarë bëjmë. Kjo është fjalia më e papërgjegjshme për mua që përpiqem të jem një them vazhdimisht, nuk është problemi tek të rinj, por është problemi tek prindrit. Të edukojnë fillimisht prindrit se si duhet të edukojnë fëmijët e tyre për të mos bërë ndarje midis vajzave dhe djemve, se si duhet të edukuar. E drejtë. Ju falenderoj të dyave për prezencën në këtë studio, ju falenderoj dhe ju miq që na keni ndjekur drejt për së drejtin ekranin e televizionit News 24. Bashkë takohemi në ditët në vijim, deri atëherë miru takofshim.